Nuk e dia e dini, por në Gjermani ekziston një formular sekret, që mund t'ju jap banesë komunale shumë më shpejt se zakonisht. Po flas për Dringlichkeitsbescheinigung, një dokument që shumica e njerëzve nuk e kërkojnë sepse as nuk e dinë që ekziston. Në momentin që e merr këtë, qyteti të fut automatikisht në listën e urgjencës dhe të jep përparësi para qindra aplikantëve të tjerë. Tani, pse është kaq i fuqishëm? Sepse është i vetmi dokument që tregon zyrtarisht që situata jote është urgjente. Për shembull, nëse jetoni si 4 persona në një banesë 1 ose 2 dhomëshe, nëse qiraja është shumë e lartë krahasuar me të ardhurat, nëse fëmia yt nuk ka dhomën e vet, nëse ke problem shëndetësor dhe banesa është shumë e vogël, ose edhe nëse je i sapo ardhur dhe nuk gjen dot apartament, të gjitha këto janë arsye që e bëjnë qytetin të jap Dringlichkeitsbescheinigung. Dhe ja pjesa më e fortë. Ky formular nuk gjendet online, sepse çdo qytet ka versionin e vet, por ti mund ta marrësh direkt në Wohnungsamt, Sozialerwohnungsservice ose në Rathaus. Ka raste ku njerëzit e marrin banesën brenda pak muajsh, sepse ky dokument të ngjit nga fundi i listës në krye, ligjërisht. Nëse ke urgjentisht nevojë për banesë, ose do një banesë më të madhe për shkak të fëmijëve, shkruaj në komente dhe unë të tregoj si ta kërkosh këtë formular në qytetin tënd.